ndodhemi këtu me zotin Qerim, pranë fermës këtij bujqësore në fshatin Pashalli. Do diskutojmë me ju, zotin Qerim, cilët janë disa nga shërbimet agroteknike apo në raport me garancinë e produktit. E shikoj produktin patjetër që vlerëson, atë që ju thatë produkti jonë shitet për eksport. Çfarë ju shërbimet agroteknike, në radhë parë neve serën e shtrojmë me plasmas, quhet muçurimi tokë. Ajo na ndihmon shumë se nuk i lejon avujt e ujit shkojnë lart të kalëve të prodhimit. Është një fjalë e parë për shkencë. Herë e dytë, neve përdorim blet për fekondimin e bimës. Na ka lecuar dhe si punë, po dhe prodhimi del me cilësi të mirë. Herë e tretë, tashi dhe këto ilaçe që kanë dalë tashi, preparatet e tjera me konsultonin konsultomi po me ato, po edhe ato janë me skadencë të shkurtër, pra karenca që pra që nuk ka karenca 1 ditore, 2 ditore, kupton tash? Pra nuk ka ndikim tek prodhimi, por jo vetëm edhe tek. Edhe kur e çojmë ne atje për eksport, ai na e merr për analizën. Bravo, ka një garanci, pra një marrëdhënie pra korrekte, garant në raport me analizën që bëhet. Po doli analiza me mbetje, unë nuk e shoh dot prodhimi. Prandaj që ka shumë fjalë në qarkulloj këtu për Shqipëri që jo është kështu, jo është ashtu, jo pesticide, jo kështu që. Eksperienca juaj e tregon këtë që çka do të thotë atë që ju tha pak më parë, që produkti pra jo vetëm tregtohet në tregun vendat, por në eksport. Në eksport do të thotë garanci në raport me të gjithë shërbimet e nevojshme agroteknike. I mbajt dhënat nga fillimi që punoj tokën, derisa mbaroj vjeljen edhe prodhimin me të shitur. Pse është e rëndësishme mbajtja? Kjo është e rëndësishme që unë duhet atë që sa kanë shpenzuar dhe sa kanë fituar. Se unë po dole me umje nuk e mbjell me edhe. Duhet detyrohem pasaj që ta ndryshoj mendjen. Ju çfarë do të bëje një pyetje tjetër? Çfarë problematika nëse do të quaja aseni ju në aktivitetin në fermën tuaj dhe çfarë suporti apo mbështetje kërkoni sa i përket jo vetëm bashkëpunimit me ekspert, me agjensitë publike, por edhe në aspektin e financimeve apo garancisë së shitjeve produkteve dhe për të qenë një shembull promovimi apo për të rinj sot diplomohen edhe për të pasur në konsiderat investimet, por jo vetëm edhe punësimin në fermën bujqësore. Unë për vete time problem se mune me vete time duhet ose ka mundësi ta bëj shteti që në inputet bujqësore që blejmë neve, shteti duhet Ka filluar rimbursimi pra që është pjesa që lidhet me... E ka filluar ajo, po unë them një fjalë tjetër. Unë vete në farmacinë për njerëz, blej ilaçe për vete time. Një ilaçe blej këtu në Urvajgore e ka çmimin barabartë me atë që blej në Lushje, apo që blej në Tiranë. Edhe shteti nëse ka mundësi, që ti jetë pra themi në të njëjtën. Po ti se shikoj, ne nuk ja di farmaci në të njëjtën rreth, çmimet janë të barabarta. Po, të barabarta se. Por pse si e quani iniciativën e fundit të qeverisë që lidhet me rimbursimin? Kjo është iniciativa më e mirë dhe që ka bërë shteti. Le të thoj, unë s'kam problem na. Problemi është kjo, që unë të marr të vëshën. Pra rimbursimin e të vëshën për produktet. Që ka filluar apo jo? Po ka filluar edhe. Si vlerësoni mbështetjen deri tash nga agjencitë publike? Pra sa i përket skemave, granteve apo subvencionimi, siç ju përmendë pak më parë naftën, por edhe tjetër. Edhe çfarë sugjeroni? Kjo se ka mundësi, ajo do të 20% siç ka qenë me kopa atëre e merrin tregtar. 20%. Pra o ta merrni ju. Se merrni. Por gjithmonë po ta bëj 20% shteti me këtë mua më shlyen fitan. Prodho për treg formalizohu ekonomi. Po ju jeni tuajisur me NIP dhe të gjitha jemi formalizuar. Me faturat atimone në raport me shitjen e produktive. Jemi shumë mirë fare. Për ta mbyllur, zotë Qerim, unë ju falenderoj shumë për mundësinë që na ofruat në raport me të gjithë eksperiencën tuaj, por jo vetëm bashkëpunimin, për të promovuar edhe për fermerët e tjerë dhe ajo çfarë është e rëndësishme për të rinjt që ta kenë në konsiderat apo si iniciativë për rikthtimin e tyre në fermerët apo në sektorin rrugë. Bujqësia ka ecur para. Shkenca ka ecur para, edhe kush është i Zoti të matet me bujqësi dhe me shkencë. Faleminderit shumë.